së bashku në këtë edicion informativ me mua Erminda Luzi. Huat të reja për sektorin e pasurive të paluajshme arritën nivel rekord prej 2.83 miliard lek në muajin nëntor 2025. Ky është niveli më i lartë i regjistruar historikisht, duke treguar një interes të veçantë në sektorin e pasurive të paluajshme. Treguesi ndjesisë ekonomike ra me 0.4 pikë në muajin dhjetor. Megjithatë, niveli aktual qëndron rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Rënja e këtij muaji u ndikua kryesisht nga dobësimi i treguesve në sektorët e shërbimeve dhe të industrisë. Rritje regjistroi treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit. Treguesi i besimit të industrisë regjistroi një rënje të lehtë me 0.2 pikë përqindje në muajin dhjetor, indikuar nga pritjet në rënje për porosit nga eksportet. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për punësimin në të ardhmen kanë regjistruar rritje, ndërkohë që çmimet e produkteve do të prodhojnë në të ardhmen pritet të mbeten pothuajse të njëjta. Treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 4.5 pikë përqindje. Në rritjen mujore ndikuan të dy komponentët si vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe ai i porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi i besimit në shërbime ra me 2.8 pikë përqindje në muajin dhjetor, ndikuar nga vlerësimet më pak optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe për nivelin aktual të kërkesës. Pritjet për nivelin e punësimit në të ardhmen janë rishikuar për poshtë, ndërkohë që janë rishikuar për lart çmimet në të ardhmen. Treguesi i besimit në tregti regjistroi një vlerë thuajse të njëjtë me atë të muajit të kaluar. Niveli qëndron rreth 9 pikë përqindje mbi mesataren historike. Vlera aktuale u ndikua nga vlerësimet në rënje të ecurisë aktuale të biznesit dhe në rritje të pritjeve për punësimin, ndërsa pritjet për ecurinë e biznesit dhe për çmimet në të ardhmen regjistruan rënje. Treguesi i besimit konsumator nuk pësoi ndryshime krahasuar me muajin e kaluar, duke qëndruar rreth 1.5 pikë përqindje mbi mesataren historike. Vlerësimi për situatën ekonomike në të ardhmen dhe blerjet aktuale në shuma të mëdha u rritën këtë muaj, ndërkohë në krahun tjetër, pritjet për situatën financiare dhe blerjet e mëdha ishin më pak optimiste. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë. Të dhënat me frekuencë tremujore tregojnë se gjendja financiare dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve e bizneseve u përmirësua në tremujorin e katërt. Në veçanti, në sektorët e industrisë dhe ndërtimit, balanca e gjendjes financiare regjistroi rritje, ndërkohë që në dy sektorët e tjerë, ky tregues u paksua. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ra në sektorët e industrisë, ndërtimit dhe u rrit në sektorin e shërbimeve dhe atë të tregtisë. Me mbylljen e vitit 2025, turizmi shqiptar shënon një tjetër rekord historik, duke konfirmuar Shqipërinë si një nga destinacionet më dinamike në rajon. Sipas të dhënave zyrtare, vendin tonë e vizituan mbi 12 milion turistë huaj. Viti 2025 mbyllet me një tjetër rekord për turizmin shqiptar. Shqipëria ka kapërcyer shifrën e 12 milion vizitorëve me pasaport të huaj, duke të kaluar ndjeshëm rezultatet e një viti më parë. Ky zhvillim konfirmon jo vetëm rritjen e fluksit turistik, por edhe konsolidimin e vendit si një destinacion gjithvjetor me interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po tërheq vizitorë gjithnjë më të larmishëm falë ofertave në turizmin kulturor, natyror, kulinar dhe sportiv, duke mos u kufizuar më vetëm në turizmin bregdetar. Zgjerimi i hartës turistike, investimet në infrastrukturë dhe rritja e promovimit ndërkombëtar kanë ndikuar drejt për drejt në këtë performancë pozitive, duke pozicionuar Shqipërinë si një destinacion konkurrues në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët e sektorit vlerësojnë se ky trend rritjeje krijon jo vetëm më shumë të ardhura për ekonominë, por edhe presion për standarde më të larta shërbimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Ndërkohë vlen për të theksuar edhe strategjia e re kombëtare për turizmin 2025-2030, e cila vendos objektiva ambicioz për transformimin e sektorit në një shtyllë të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Kjo strategji, që do të orientojë zhvillimin e sektorit në 5 vitet e ardhshme, parashikon që të ardhurat nga turizmi të arrijnë 6.7 miliard euro deri në fund të dekadës, nga 4.16 miliard euro që ishin në vitin 2023. Strategjia synon rritjen me 76% të kapacitetit të shtretërve, duke arritur në mbi 477.000 shtretër.
Rritja përqendrohet tek shtretërit e hoteleve në masën 28% të strukturës totale, ndërkohë që shtretërit në struktura akomoduese me qirafat shkurtër do të reduktohen në masën 6%. Sipas të dhënave të Balkan Barometer, Shqipëria rezulton vendi më optimist në Ballkanin Perëndimor për antarësimin në Bashkimin Evropian, me 43% të qytetarëve që besojnë se vendi do të bëhet pjesë e Unionit në vitin 2030. Në kontrast, vende si Bosnjë dhe Hercegovina, Serbia dhe Maqedonia e Veriut shfaqin nivele më të larta skepticizmi. Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një nga synimet më madhore për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Aktualisht pothuajse të gjitha shtetet e rajonit po përpiqen të bëjnë hapa përpara në procesin e integrimit, përmes hapjes së negociatave dhe mbylljes së kapitujve të kërkuar nga Brukseli. Në këtë kuadër, Balkan Barometer ka publikuar të dhëna nga anketa e tij më e fundit, e cila pasqyron perceptimin e qytetarëve mbi kohën kur ata mendojnë se vendi i tyre do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sipas anketës, 43% e shqiptarëve e shohin Shqipërinë si pjesë të Bashkimit Evropian në vitin 2030, përqindja më e lartë në të gjithë rajonin. Ndërkohë 27% e të anketuarve mendojnë se antarësimi do të ndodhë në vitin 2035. Shumë e ulët paraqitet përqindja atyre që e shohin këtë proces të realizueshëm para dhe pas vitit 2040, respektivisht 11% rreth vitit 2040 dhe 8% më vonë. Nga ana tjetër, 8% e qytetarëve shqiptarë nuk e besojnë se Shqipëria do të bëhet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian. Por si paraqitet perceptimi në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në shumicën e shteteve të rajonit, antarësimi në vitin 2030 nuk shihet si një skenar i mundshëm nga shumica e qytetarëve. Malizi dhe Kosova renditen pas Shqipërisë për sa i përket optimizmit, me nga 39% të anketuarve që besojnë në antarësimin brenda kësaj dekade. Në anën tjetër të spektrit qëndron Bosnjë-Hercegovina, ku vetëm 9% e qytetarëve shohin të mundur hyrjen e vendit në familjen evropiane, përqindja më e ulët në rajon. Ndërkohë Serbia rezulton të jetë shteti me përqindjen më të lartë të qytetarëve që mendojnë se vendi i tyre nuk do të antarësohet kurrë në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën linjë qëndron edhe Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, ku përkatësisht 25% dhe 20% e të anketuarve shprehen skeptik për të ardhmen evropiane të vendeve të tyre. Rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 500.000 lekë do të rrisë edhe kostot për bizneset, pasi për çdo të punësuar me pagë minimale apo për të vetë punësuarit, kontributet rriten me afro 1.600 lekë. Njëkohësisht ndryshon edhe paga maksimale për efekt kontributesh. Duke filluar nga 1 janari 2026, paga bazë minimale mujore e detyrueshme për çdo punëdhënës do të jetë 50.000 lekë nga 40.000 lekë që ishte më parë. Ky nivel korrespondon me 174 orë punë mujore dhe është i barabartë me 287.3 lekë për orë. Mbi 300.000 të punësuar në sektorin publik dhe privat do të përfitojnë direkt. Por çfarë do të thotë kjo rritje? Për punonjësit paga bruto rritet me 10.000 lekë apo plus 25%. Tatimi mbi të ardhurat personale për këtë nivel pagë është minimal, ndaj pjesa më e madhe e rritjes reflektohet në pagën neto. Le të marrim një shembull konkret. Në dhjetor 2025, paga bruto 40.000 lekë, kontribute personale 4.480 lekë, paga neto 35.520 lekë. Në janar 2026, paga bruto 50.000 lekë, kontribute personale 5.600 lekë, paga neto 44.400 lekë. Pra rritja është 8.880 lekë në muaj. Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore rriten me 1.670 lekë për çdo punonjës me pagë minimale. Kjo shtesë reflekton diferencën prej 10.000 lekësh në bazën e llogaritjes së kontributeve. Konkretisht për të punësuarit, sigurimi minimal do të jetë 13.950 lekë në muaj, nga 11.160 që paguhej deri më tani, të cilat i korrespondojnë pagës minimale bruto. Për të vetë punësuarit, totali i sigurimeve do të jetë 14.900 lekë në muaj, nga 11.920 lekë që paguhej deri më tani. Për këtë kategori, kostot e biznesit do të rriten ndjeshëm. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale nuk prek vetëm të punësuarit me të ardhurat të ulta, pasi njëkohësisht rritet edhe paga maksimale për efekt kontributesh nga 176.416 lekë në 198.416 lekë, çka sjell një efekt drejtpërdrejt negativ mbi të gjithë të punësuarit me paga bruto mbi këtë prag, pasi përkthehet në rritje të bazës së kontributeve dhe ulje të pagës neto për të punësuarit me pagë mbi 176.000 lekë në muaj.
Kryeministri Edi Rama njoftoi së fundmi një tjetër rritje pagash për mjekët dhe infermierët sipas kategorive. Ndër vite, për bluzat e bardha janë aplikuar disa herë rritje pagash, e gjitha me objektiv forcimin e shërbimit dhe ofrimin e kushteve më të mira të punës. Bluzat e bardha janë rikthyer sërish në vëmendjen e qeverisë. Në konferencën e fundvitit, kryeministri Rama njoftoi se do të ketë rritje pagash për mjekët dhe infermierët, duke thënë se paga parashikohet të rritet me 135 euro në muaj sipas kategorive, ndërsa do të përfshihet edhe njohja e vjetërsisë në punë dhe vlerësimi i saj në skemën e pagesës. Por kjo nuk është hera e parë që mjekët dhe infermierët kthehen në vëmendjen e qeverisë. Në vitin 2017 për mjekët e urgjencës, reanimacionit e të tjerë, paga u rrit me 18.000 lek në muaj, ndërsa për infermierët dhe teknikët e laboratorit në urgjencë, pagat u rritën me 12.000 lek në muaj, ndërkaq për mjekun e parë në qendrat spitalore universitare, pagat u rritën me 6.000 deri në 8.000 lek dhe 5.600 deri në 7.600 lek për mjekun e dytë. Një tjetër rritje prej 5% u aplikua në vitin 2018. Në 2021, si mbështetje për pandemin COVID-19, pagat e mjekëve dhe infermierëve u rritën me 40%. Për shembull, paga mesatare bruto e infermierëve shkoi nga 50.890 lek në 65.700 lek. Nga një korriku 2022 u aplikua rritja e paralajmëruar me 6%, ndërsa në 2023 u pasua me një tjetër rritje të komunikuar me 7%. Në 2024, qeveria miratoi një paket tjetër që u shoqërua me riformatim të skemës së pagave, duke shfuqizuar edhe skemën e vjetër të vitit 2011. Këto ndryshime janë prezantuar në vite si pjesë e masave për forcimin e sistemit shëndetësor dhe mbajtjen e burimeve njerëzore në shërbim në një periudhë kur Shqipëria është përballur me presion të vazhdueshëm mbi stafet, sidomos në specialitetet dhe shërbimet kyçe. Prej 1 janarit ka hyrë në fuqi paqja fiskale, e cila synon të krijojë një marrëdhënie më bashkëpunuese mes administratës tatimore dhe bizneseve të mëdha. Parapagimi llogaritet mbi fitimin e tatueshëm të vitit të mëparshëm, i cili rritet paraprakisht me 18%. Që prej 1 janarit ka hyrë në fuqi paqja fiskale, e cila synon të krijojë një marrëdhënie më bashkëpunuese mes administratës tatimore dhe bizneseve të mëdha. Kjo nismë u ofron subjekteve mundësinë e një marrëveshje parapagimit të tatimfitimit, duke shmangur kontrollet tatimore dhe duke përfituar nga kushte më të favorshme deklarimi. Paqja fiskale u drejtohet bizneseve që realizojnë të ardhura vjetore mbi 14 milion lek. Këto subjekte mund të lidhin një marrëveshje 1 vjeçare me administratën tatimore, e cila mund të rinovohet deri 2 herë. Në këmbim të kësaj marrëveshje, bizneset do të paguajnë paraprakisht tatimin mbi fitimin, ndërsa nuk do t'i nështrojnë kontrolleve tatimore gjatë periudhës së vlefshmërisë së saj. Parapagimi i tatimit nuk bëhet në mënyrë të rastësishme. Ai llogaritet mbi fitimin e tatueshëm të vitit të mëparshëm, i cili rritet paraprakisht me 18%. Në fund të vitit, fitimi real i biznesit krahasohet me këtë bazë të parashikuar dhe në rast se fitimi rezulton më i lartë se kufiri vendosur, vetëm pjesa shtesë do të tatohet me normë të reduktuar prej 5%. Marrëveshja është vullnetare dhe nuk përfshin subjektet që janë në hetim penal për mashtrim ose evazion fiskal. Aplikimi do të kryhet online, ndërsa zbatimi i procedurave do të realizohet nga drejtoritë rajonale tatimore pas miratimit të udhëzimeve përkatëse nga Ministria e Financave. Një tjetër komponent i rëndësishëm i paqes fiskale është mundësia për rideklarimin e pasqyrave financiare për 5 vitet e fundit. Ky proces shoqërohet me një tatim të sheshtë prej 5% dhe pa penalitete apo interesa për sa kohë që deklarimi kryhet paraprakisht. Kjo i jep bizneseve mundësi për të rregulluar situatën financiare dhe për të nisur një kapitull të ri me më shumë siguri ligjore. Skema e kompensimit 10% të TVSH-s për fermerët ka hyrë në fuqi prej datës 1 janar dhe zbatohet përshitjet e grumbulluesit, përpunuesit dhe agroturizmin e certifikuar. Synimi është ulja e kosteve të prodhimit bujqësor dhe rritja e formalizimit të transaksioneve. Prej fillimit të vitit, fermerët që tregtojnë prodhimet e tyre përmes kanaleve formale përfitojnë nga skema e re mbështetjes financiare. Bëhet fjalë për kompensimin 10% të TVSH-s, i cili zbatohet për shitje të grumbulluesit, përpunuesit dhe agroturizmin e certifikuar, kjo duke u bazuar në sistemet e autofaturimit dhe verifikimin elektronik të dhënave. Ndryshe nga praktikat e mëparshme, për llogaritja e kompensimit nuk kryhet nga vetë fermeri, por nga subjekti blerës.
autofatura e lëshuar, shërben si dokumenti kryesor, mbi të cilin aplikohet norma 10%, e cila i kthehet fermerit pas përfundimit të procedurave të kontrollit. Kjo qasje synon të thjeshtoj procesin dhe të reduktoj informalitetin në tregtinë e produkteve bujqësore. Skema është konceptuar për të lehtësuar barrën financiare të fermerëve, të cilët përballen me kosto të larta për furnizimin me inpute bujqësore, përfshirë farat, fidanët dhe plegrat kimike. Rimbursimi i pjesëshëm i TVSH-s pritet të ndikojë drejt për drejt në uljen e kostës së prodhimit dhe në rritjen e konkurrueshmërisë së këtij sektori. Për fermerët e pajisur me NIP tatimor, por të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, dokumentimi financiar kryhet nga pala blerëse, e cila mban përgjegjësinë për lëshimin e autofaturës sipas legjislacionit në fuqi. Ndërkohë, fermerët kanë detyrim të verifikojnë dhe konfirmojnë elektronikisht do faturë të regjistruar në emrin e tyre, si një mekanizëm mbrojtës kundër keqpërdorimeve. Pas kontrollit nga administrata tatimore, shuma e kompensimit transferohet drejt për drejt në llogarinë bankare të fermerit. Sipas autoriteteve, digitalizimi i gjithë procesit rrit transparencën dhe garanton gjurmëshmërinë financiare në çdo hallk të zinxhirit të furnizimit. Të dhënat zyrtare tregojnë se mijëra fermerë janë tashmë pjesë e sistemit tatimor, duke shtrirë efektin e kësaj skeme në bazë më të gjerë prodhuesish. Kompensimi 10% i TVSH-s konsiderohet një ndër masat kyçe për mbështetjen e bujqësisë dhe për forcimin e ekonomisë rurale nëpërmjet formalizimit të tregut. Të dhënat më të fundit nga anketa kombëtare e migracionit e realizuar nga Instat në bashkëpunim me Bankën Botërore tregojnë se vetëm 6% e emigrantëve të rikthyer thonë se kanë arritur objektivat financiare. Shqipëria po përjeton një rritje të ndjeshme të emigrantëve që kthehen në vend, por integrimi i tyre në tregun e punës mbetet një sfidë serioze. Të dhënat më të fundit nga anketa kombëtare e migracionit e realizuar nga Instat në bashkëpunim me Bankën Botërore tregojnë se kthimi i emigrantëve është përshpejtuar sidomos pas vitit 2015 me kulm në vitet e fundit. Por pse janë kthyer emigrantët shqiptar? Sipas raportit, 45% e emigrantëve të rikthyer janë kthyer në periudhën 2020-2024, ndërsa kthimet në periudhat para vitit 2010 janë dukshëm më të ulta. Ky trend lidhet me krizat ekonomike me vendet pritëse, pandemin COVID-19 si dhe pasigurit ligjore dhe punësimi jashtë vendit. Arsyet e kthimit janë kryesisht jo pozitive nga pikpamje ekonomike. Arsyeja më e shpesh lidhet me familjen e ndjekur nga humbja e vendit të punës ose pamundësia për gjetur punë në vendin pritës. Një pjesë tjetër janë kthime pas përfundimit të kontratave sezonale, ndërsa një grup më i vogël përmend se është kthyer pasi ka arritur objektivat financiare. Sipas të dhënave të raportit, vetëm 6% e emigrantëve të rikthyer deklarojnë se janë kthyer sepse kishin fituar dhe kursyer mjaftueshëm. Kjo tregon se shumica e kthimeve nuk ndodhin për shkak të përmirësimit të kushteve në Shqipëri, por si pasojë e vështirësive jashtë saj. Vetëm rreth gjysma e emigrantëve të rikthyer janë të punësuar dhe integrimi në tregun e punës është veçanërisht i vështirë gjatë vitit të parë pas kthimit. Raporti thekson se emigrantët e rikthyer janë fillimisht më pak të punësuar se popullsia jo emigrante, por kjo diferencë zvoglohet me kalimin e viteve. Burrat kanë norma punësimi më të larta, ndërsa gratë shpesh mbeten jashtë tregut të punës ose orientohen drejt punësimit informal. Në shumë raste aftësitë e fituara jashtë vendit nuk përputhen me kërkesat e tregut shqiptar. Studimi i barometrit të Ballkanit tregon se Shqipëria ka nivelin më të ulët të besimit ndër personal në rajon, me 33% të qytetarëve që shohin marrëdhënien me të tjerët si rrezik. A mund të besohet njerëzve? Përgjigjet e qytetarëve shqiptar për këtë pyetje janë shumë konkrete, por edhe mjaft pesimiste. Të dhënat e barometrit të Ballkanit, një nga anketat më të rëndësishme të opinionit publik në rajon, tregojnë se Shqipëria rënditet ndër vendet me nivelin më të ulët të besimit ndër personal në Ballkanin Perëndimor. Në pyetje nëse shumica e njerëzve mund të besohen apo nëse duhet treguar shumë kujdes në marrëdhëniet me ta, Shqipëria shënon një mesatare prej 3.7 pikë në një shkallë nga 1 deri në 10, dukshëm më poshtë se mesatarja rajonale prej 4.6 pikësh. Ajo që e bën situatën edhe më domethënëse është fakti se 33% të anketuarve shqiptarë zgjedhin vlerësimin më ekstrem të mosbesimit, duke thënë se duhet treguar shumë kujdes ndaj njerëzve, krahasuar me 18% në nivel rajoni, ndërsa vetëm 1% e shqiptarëve shprehen se shumica e njerëzve mund të besohen. Këto shifra e vendosin Shqipërinë ndjeshëm pas vendeve të tjera të rajonit si Kosova, Bosnjë-Hercegovina apo Malizi, të cilat kanë mesatare mbi 5 dhe një shpërndarje më të balancuar të përgjigjeve në vlerat e mesme të shkallës,
çka tregon një prirje më të madhe drejt bashkëtesës sociale dhe bashkëpunimit. Në Shqipëri, përkundrazi, përgjithësitë janë të përqendruara fort në skajën e mosbesimit, duke sinjalizuar një klimë shoqërore të ndërtuar mbi dyshimin dhe vetmbrojtjen. Ky nivel i ulët besimi lidhet ngushtë edhe me përvojat e qytetarëve me korrupsionin, dobësinë e institucioneve dhe ndjesitë se rregullat nuk funksionojnë njësoj për të gjithë, duke kthyer besimin nga vlerë shoqërore në rrezik personal. Shqipëria synon të shndërrohet në një qendër rajonale të teknologjisë dhe inovacionit, duke përmirësuar pozicionin e saj në tabelën evropiane të rezultateve të inovacionit. Vendi renditet aktualisht në grupin e inovatorëve në zhvillim, por përballet me dobësi në kërkim dhe zhvillim. Me synimin për të shndërruar në një qendër rajonale të teknologjisë, Shqipëria ka miratuar planin e veprimit për të përmirësuar pozicionin e saj në tabelën evropiane të rezultateve të inovacionit. Vendimi është formalizuar me urdhër të Ministrës së Ekonomisë dhe Inovacionit dhe përfaqëson një angazhim të qartë institucional për forcimin e sistemit kombëtar të inovacionit. Sipas European Innovation Scoreboard 2025, Shqipëria renditet aktualisht në grupin e inovatorëve në zhvillim, duke shënuar një rritje të performancës së përgjithshme prej 4.4% krahasuar me vitin 2024 dhe 7.4% krahasuar me vitin 2018. Megjithatë, raporti evidenton një sër dobësish strukturore, veçanërisht në shpenzimet për kërkim dhe zhvillim, bashkëpunimet inovative të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, pjesëmarrjen e studentëve të huaj në doktoratura dhe eksportet të produkteve me teknologji të mesme dhe të lartë. Plani i veprimit i miratuar synon adresimin e këtyre problematikave përmes një pakete masash të ndara në afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Në afat shkurtër, fokusi është në përmirësimin e raportimit statistikor për treguesit e inovacionit dhe harmonizimin e metodologjisë së përdorur nga Instat me standardet e Bashkimit Evropian. Në afat mesëm, synohet forcimi i ekosistemit të inovacionit përmes rritjes së bashkëpunimit publik-privat, ndërsa në afat gjatë parashikohet transformimi strukturor i ekonomisë përmes integrimit të inovacionit, digitalizimit dhe teknologjive të gjelbra. Masat konkrete përfshin rritjen e financimit publik për kërkimin shkencor dhe doktoraturat STEM, mbështetjen e ndërmarrjeve inovative, promovimin e pronësisë intelektuale dhe forcimin e ndërkombëtarizimit përmes programeve evropiane si Horizon Europe dhe Erasmus+. Objektivi strategjik është që Shqipëria të kalojë në grupin e inovatorëve mesatar deri në vitin 2027. Autoritetet theksojnë se ky plan do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e konkurrentshmërisë së ekonomisë shqiptare dhe në përshpejtimin e integrimit evropian të vendit. Presidentja në detyrë e Venezuelës ofroi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në një agjendë të fokusuar në zhvillim të përbashkët. Rodriguez, e cila është edhe ministre e naftës, është konsideruar prej kohësh anatarja më pragmatike e rrethit të ngushtë të Maduros. Dentro de la Constitución. Presidentja në detyrë e Venezuelës ofroi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në një agjendë të fokusuar në zhvillim të përbashkët, duke përdorur një ton pajtues për herë të parë që kur forcat amerikane kapën presidentin e vendit, Nicolas Maduro. Në një deklaratë të postuar në media sociale, presidentja në detyrë Rodriguez tha se qeveria e saj po jepte përparësi një lëvizje drejt marrëdhënieve të respektueshme me Shtetet e Bashkuara, pasi më parë kishte kritikuar bastisjen e së shtunës si një grabitje të palishme të burimeve kombëtare të vendit. Ne ftojmë qeverinë amerikane të bashkëpunojë me ne në një agjendë të orientuar drejt zhvillimit të përbashkët brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare për të forcuar bashkëtesën e qëndrueshme të komunitetit, tha Rodriguez. Presidenti Donald Trump, Popojtan dhe rajoni ynë meritojnë paqe dhe dialog, jo luftë, shtoi ajo. Rodriguez, e cila shërben edhe si ministre e naftës, është konsideruar prej kohësh anatarja më pragmatike e rrethit të ngushtë të Maduros. Trump u tha gazetarëve të dielën se mund të urdhërojë një tjetër sulm nëse Venezuela nuk bashkëpunon me përpjekjet e SBA-s për të hapur industrinë e saj të naftës dhe për të ndaluar trafikun në drogës. Komentet e Trump erdhën në prag të paraqitjes së planifikuar të Maduros të hënën para një gjykatësi federal
në New York. Maduro u arrestua gjatë një bastisje ushtarake amerikane të shtunë në Caracas, e cila shkaktoi shitësim ndërkombëtar dhe zhyti Venezuelën në pasiguri. Zyrtarët e administratës Trump e kanë portretizuar arrestimin si një veprim të zbatimit të ligjit për ta mbajtur Maduron përgjegjës për akuzat penale të ngritura në vitin 2020 që akuzojnë atë për komplot narkoterrorizëm. Maduro, 63 vjeç, përballet me akuza që e akuzojnë atë për ofrimin e mbështetjes për grupe të mëdha të trafikimit të drogës, të tilla si karteli Sinaloa dhe banda Trendaragua. Prodhimi i naftës bruto në Venezuelë pritet të rritet, duke shtuar furnizimin global dhe duke ndikuar në çmimet në periudhë afatgjatë, thanë analistët. Anëtari OPEC mban rreth 17% të rezervave globale të naftës, ose 303 miliard fuqi. Prodhimi i naftës bruto në Venezuelë pritet të rritet duke shtuar furnizimin global dhe ndikuar në çmimet në periudha afatgjatë, thonë analistët. Forcat amerikane kapën presidentin venezuelan Nicolás Maduro në Caracas gjatë fundjavës dhe presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni do të merrte kontrollin e kombit prodhues të naftës dhe se embargoja për të gjithë naftën venezuelane mbetet në fuqi. Antari i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC mban rreth 17% të rezervave globale, ose 303 miliard fuqi përpara liderit të OPEC-ut, Arabi Saudite. Venezuela prodhonte deri në 3.5 milion fuqi në ditë naftë pa përpunuar në vitet 1970, që në atë kohë përfaqësonte mbi 7% të prodhimit global. Prodhimi ra në 2 milion fuqi në ditë gjatë viteve 2010 dhe mesatarisht arriti në rreth 1.1 milion fuqi në ditë vitin e kaluar, ose vetëm 1% të prodhimit global. Analistët e JP Morgan thanë në një shënim se me një tranzicion politik, Venezuela mund të arriste prodhimin e naftës në 1.3 deri 1.4 milion fuqi në ditë brenda 2 viteve dhe potencialisht arrijë në 2.5 milion fuqi në ditë gjatë dekadës së ardhshme, nga rreth 800.000 fuqi në ditë që është aktualisht. Analistët e Goldman Sachs thanë se çdo rimëkëmbje e prodhimit mund të jetë graduale dhe të kërkojë investime të konsiderueshme. Ata vlerësuan një rënje prej $4 për fuqi në çmimet e naftës në vitin 2030, në një skenar ku prodhimi i naftës së papërpunuar në Venezuelë rritet në 2 milion fuqi në ditë. Në periudha fatshkurtër, perspektiva e prodhimit të naftës në Venezuelë këtë vit do të varet nga mënyra se si do të evoluojë politika sanksioneve amerikane, thanë analistët e Goldman. Parashikimet për çmimin e naftës për vitin 2026 mbeten të pandryshuara, me mesataren e Brent në $56 dhe atë të Teksasit perëndimor në $52 për fuqi, ndërsa prodhimi i naftës në Venezuelë për vitin 2026 parashikohet të mbetet i pandryshuar në rreth 900.000 fuqi në ditë. Në 27 vende evropiane, përfshirë vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, gratë marrin pensione dukshëm më të ulta se burrat. Mesatarisht, të ardhurat e pensioneve të grave janë 22% më të ulta se ato të burrave. Hendeku gjinor në paga është një fenomen i vëzhguar mirë në të gjithë Evropën. Në Bashkimin Evropian, gratë fitonin 12% më pak se burrat në vitin 2023, sipas Eurostat, që do të thotë se gratë fitonin vetëm €88 për çdo €100 të fituara nga burrat. Hendeku është edhe më i gjerë kur bëhet fjalë për pensionet. Në 27 vende evropiane, përfshirë vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, gratë marrin pensione dukshëm më të ulta se burrat. Mesatarisht, të ardhurat e pensioneve të grave janë 22% më të ulta se ato të burrave. Në disa ekonomi të rëndësishme, hendeku të kalon 35% sipas OECD-s. Në vitin 2024, hendeku gjinor në pensione varionte nga rreth 6% në Estoni në 37% në Mbretërinë e Bashkuar. Mesatarja e OECD-s është 23% dhe mesatarja evropiane për 27 vendet në listë është 22%. Kjo do të thotë se mesatarisht në të gjithë Evropën gratë marrin vetëm €78 në të ardhura pensione, ndërsa burrat marrin €100. Hendeku gjinor në pensione është mbi 30% në disa vende. Përveç Mbretërisë së Bashkuar, këto përfshinin Hollandën, Austrinë, Luksemburgun, Belgjikën, Zvicrën dhe Irlandën. Ndryshimet midis vendeve pasqyrojnë variacionet në modele stereotipike gjinore të punës së kujdesit dhe përgjegjësive shtëpiake. Shtetet konservatore të mirëqenies sociale si Gjermania kombinojnë norma të larta të punës me kohë të pjesshme për femrat, ndërprerje të gjata të karrierës dhe taksimin e përbashkët të familjeve, të cilat të
gjitha e zmadhojnë këtë hendek. Në të kundërt, vendet nordike dhe disa vende të Evropës qendrore dhe lindore kanë tendencë të shfaqin hendekje shumë të vogla gjinore në pensione. Në këto vende, historitë të punësimit me koto plot të grave kanë tendencë të ngjajnë më shumë ato të burrave. Kujdesi për fëmijët është gjërësisht i disponueshëm dhe sistemet e pensioneve përfshin më shumë element rishpërndarës ose kredite për vitet e kujdesit. Midis 27 vendeve, hendeku gjinor i pensioneve u rrit me 2 pikë përqindje vetëm në 3 prej këtyre: Austri, Estoni dhe Belgjik. Në të gjitha vendet e tjera, hendeku ul, megjithëse ndryshimi ishte shumë i vogël në disa raste. Tregjet globale të aksioneve po shpërfillin rritjen e inflacionit, nxitur pjesërisht nga bumi i investimeve në teknologji. Për vitin 2026, valet e estimojve qeveritar në SBA, Evropë dhe Japoni, si dhe bumi i inteligjencës artificiale pritet të nxisin rritjen globale. Tregjet globale të aksioneve të cilat janë të mbushura me oferinë e inteligjencës artificiale në fillim të vitit 2026 mund të jenë duke shpërfillur një nga kërcënimet më të mëdha që mund të prish festën, një rritje të inflacionit të nxitur pjesërisht nga bumi i investimeve në teknologji. Indekset e aksioneve amerikane, ku 7 grupe teknologjike kontribuan gjysmën e të gjitha fitimeve të tregut këtë vit, shënuan fitime dyshifrore në 2025 duke arritur nivele rekord, ndërsa entuziazmi rreth inteligjencës artificiale dhe lehtësimi monetar nxitën gjithashtu europianët dhe aksionet aziatike të regjistrojnë nivele maksimale. Pritjet për ulje të mëtejshme të normave të interesit kanë mbështetur edhe obligacionet, duke u dhënë investitorëve të thesarit të Shteteve të Bashkuara performancën më të mirë vjetore për 5 vite, ndërsa inflacioni u tërhoq, megjithëse mbetet mbi objektivin mesatar prej 2% të rezervës federale. Për vitin 2026, valet e stimujve qeveritar në Shtetet e Bashkuara, Europë dhe Japoni, si dhe bumi i inteligjencës artificiale pritin të nxisin rritjen globale. Kjo i ka bërë menaxherët e parave të përgatiten për përshpejtimin e inflacionit, duke i shtyrë bankat qendrore të përfundojnë ciklet e tyre të uljes së normave të interesit dhe duke i dhënë fund rrjedhës së lehtë të parave në tregjet e fiksuara pas inteligjencës artificiale. Ndërtimi i qendrave të reja të dhënave ishte gjithashtu një forcë inflacioniste, thanë analistët, për shkak të ritmit me të cilën këto projekte po konsumojnë energji dhe çipa të përparuar. Sipas tyre, inflacioni i çmimeve të konsumit në Shtetet e Bashkuara do të qëndronte mbi objektivin prej 2% të rezervës federale deri në fund të vitit 2027, pjesërisht për shkak të investimeve të mëdha të korporatave në inteligjencën artificiale. Tregjet kanë treguar tashmë shenja të hershme nervozizmi rreth rritjes së kostove dhe shpenzimeve të tepërta të mundshme për inteligjencën artificiale. Deutsche Bank pret që shpenzimet kapitale për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale të arrijnë deri në $4 trilion në vitin 2030 dhe zbatimi i shpejtë i këtyre projekteve mund të shkaktojë bllokime të furnizimit me çipa dhe energji elektrike, të cilat i bëjnë kostot e investimit të rriten në mënyrë spirale, thanë analistët e bankës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.